A rrezikon Anglia me këtë skemë kaq sulmuese siç e tha dhe ju me trajnerin e ri Tuchel 4-2-3-1 që të kur të përballet me ekipe si Franca, Spanja, ndoshta Argentina, hipotetikisht për të fituar botrorin duhet përballesh paktën me njërin nga këto ekipe apo jo? A rrezikon që të ndëshkohet pas ashtu siç e ndëshkoi Kroacia me 2 gola, që Kroacia nuk është, le të them drejtën, nuk është më Kroacia para 4 apo 8 viteve kur doli edhe në finale, është një brez që tashmë është mplakur dhe pam dhe Modric që ishte shkaktari i penalltisë parë dhe duke i hutuar, duke ai Modric i gjenjë në mesfush. Pra, kjo Angli, a mos është më e sigurt me atë skemë 4-4-2 që dikur Sven-Goran Eriksson apo Capello aplikonin, apo kjo risi me një Angli tepër sulmuese e Tuchel mund ta çojë drejt finishit? Unë mendoj që ky është varianti më i mirë që ka zgjedhur trajneri, sepse nëse njeh karakteristikat e tij trajneri, ky është trajner që ka luajtur me çdo ekip që ka qenë ka bërë lojë sulmuese. Ky nuk di të luajë ndryshe. Dhe besoj që edhe qëllimi i Federatës Angleze e vendit të tij në krye të skuadrës, kjo ka qenë. Anglia ka luajtur gjatë gjithë këtyre viteve që në botrorin e fundit apo europian e fundit që ka pas sukses ose ka shkuar deri në finale. Ka luajtur futboll jo shumë sulmues, e the shumë mirë, futboll pragmatik, futboll domethënë duke siguruar mbrapa, por si duket edhe Federata Angleze ka kuptuar që ka ardhur koha të provojnë diçka të re. Dhe besoj kjo është mënyra më e mirë, pra trajneri i ri, sistemi i ri dhe ndeshja e parë patjetër që ti shënon 4 gola, mund të psosh edhe 1, mund të psosh edhe 2. Ky është rreziku i kësaj, pa mo ti shënon 4 gola. Dhe unë besoj që Kroacia nuk është skuadra aq e lehtë për të shënuar 4 gola. Pra nuk e kanë arritur shumë skuadrat të shënojnë Anglisë 4 gola. Në këtë aspekt them që Anglia është në rrugën e dur.